12 vjet Rama në pushtet, me gjysmën e qeverisë në burg, me 3 qereku në administratës në burg, dhe në hetim në SPAK, dhe ti të llogarisësh, a do fitoj? Po që këtu merr fund çdo gjë. Pra këta nuk përcjellin atë idenë e të fituarit. Pa, jo se ky do fusi administratën. Pra e di që ky do fusi administratën. Po çfarë më bëu tash? Çfarë mitingu? Po çfarë do bësh mitingu? Po çfarë do bësh të miting? Do dalin 10 vetat, edhe ai mirë pafshi. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë një miting madhështor prapë? S'kam. Se u lodhën njerëz, u zhgënjyë tash edhe votuesi vetëm zhgënjyë. Edhe votuesi vetëm zhgënjyë. Do dalin ja 5 militantë atje dhe kaq. Se çfarë pretendojsh? Do mushet. Jo. Kjo është hajde, në qoj tata me lagojën edhe kaq. E bora edhe këtë. E t'i japin atë librin e zi Europës që e di shumë mirë, se e ka shkrujt vetë. Se kur se di Europa se si o Shqipëria. E din mjaft mirë. Tash, atë raportin mojnë lexojnë raportin 2024 Bashkimit Evropian, edhe Departamentit Shtetit edhe kaq mbaro film. E të kesh skandalit deri në Amerikë. Rama non grata në Amerikë. Këta nuk e thonë. Rama është non grata në Amerikë. E këta nuk e thonë. A ka i vendim për këtë? E ka. Po, me që është kryeministri i Shqipërisë dhe preqin që Rama tikte. Po me që është kryeministër, normal nuk duan, sepse është politika kjo. Kjo është politikë për më. Këtu pastaj futemi në politikë. Ata nuk mund ta shpallin një kryeministër, sepse automatikisht krijohet kaos politik. Po kujt e japin opozitës? Kujt opozitën? Kujt? Kujt me çunit fare balliu do japin? Albana Vokshit. Kujt, më thoni një. O është Bylybashi që se njeh njërin Durrës. Nuk di rrugët e Durrësit. Kujt e jap? Se i zotit ta bësh vet, edhe pastaj kërko këtë tjerë. Kur e kam bërë Berishën në gatën? Ha? Kur ishte kryeministër? Apo jo. Kur ishte një deputet? Thjesht kur ishte një deputet. Kur ishte deputet i thjesht? Apo jo? Ju mendoni se një thjesht kur ishte thjesht. Ha? Se po nas kur ishte kryetar partia, kur ishte kryeministër ashtu. Ha? Urdhër apo? Është politika aty në. Unë s'kam se ja kërkoj aty në. Unë e di shumë mirë, unë po ta them, po ta deklaroj prap. Hapeni te faksi unë si ka qenë. Para zgjedhjeve lokale. Dhe kam deklaruar, janë 243 emra non grata në Amerikë. Fillo politikan, gjyqtar, prokuror, businessman, gazetar. Se si shpall, e din ata? Politikën aty nuk e bojën politikën aty. Unë di që janë në listë. Këta që së rëllatën kështu. Këta që së rëllatën. Pse që e shqip një e Erion Velia? Pse për qarë Hamburgën lë? E futi Rama? Në grade ishte Erion Velia në Amerikë. Shkoj, kur shkoj për herë dytë nuk e lanë me u fut. Ashtu si që Ramën e majtën atje. Kur dole e deklarova unë që Ramën e majtën në aeroport gjithë heshtën. Pse shko më Rama në Amerikë? Unë ishtë 2 herë dhe nuk shkoj. Se kujtoni se atë çështja me Goningall u mbyll për me Goningallin, po jo për Rama. Se Rama mani mend, Rama do dalë agjendi kinezëve. I rusëve po edhe i kinezëve. Se ka ngret kompani në Francë edhe ka qumë në Kinë. Me këto sumor opozita fare. Po bëni tallava me i fushat, thash me një atje më kosh, çka ka em. S'ka faj agent, mirë e ka. Ai e ka vetën e vet. Ti e qyte stari fushatës. Ignorove gjithë inteligjencën e i fyve koçarit inteligjent. Pra ju mendoni se këto emra
të shpallur në ngrata së bashku me kryeministin Edi Rama do të dalin shumë më vonë pasi Edi Rama të ketë rënë nga pushteti ose të jetë një deputet i thjesht? Rama nuk ka për të rarë ka pushteti, më jo. Rama do e heq, më. Një unë pavarësisht se qa theme, qa bëj në kuptimin e të keqës se unë e shoh në vendin tim, po që këta do përfundojnë gjithë në burg, këta nuk e diskutojmë. Ora e keqja vjen deri në atë momentin e fundit se ti po të shohësh edhe kjo fitoria që ka marrë Ramat me 80 sa vota, po të dalësh në rrugë, nuk ka asnjë lloj entuziazmi. Fytyra dhërëzër shef ke njerëzit. Nuk ka entuziazm që fitoj. Nuk ka entuziazm. Po, sepse nuk korrespondon me zhvillimin ekonomik. Nuk, patjetër pra. Pra, ky vërtet fitoi në mënyrë kaq të bindshme. Po entuziazmi të njerëzit, po të shohësh në rrugë, njerëzit nuk janë entuziast. Pra, mas një betejë kaq fort, një mujore, të shuhet entuziazmi brenda natës, nuk edhe atë natës kishte entuziazëm që nuk. Po të shohësh në rrugët e qytetit nuk ka. Njerëzit nuk janë entuziast për këtë fitore. Nuk përcolli asgjë. Edhe te njerëzit nuk përcolli asgjë. Përkundër, ankohen. Por nëse opozita do kishte bërë një lëvizje tjetër, nxirrte figura tjera, do fitonte? Tishi bindur që po. Tishi bindur. Pse? Po pra se këta janë njëri me tjetrin ka 12 vjet me Isa, me kjo klasa më. Kanë bë pazar njëri me tjetrin 12 vjet më. Tash do e pranoj apo s'do e pranoj? Mos bëjmë tash të mbyllim syt. Se e keqja këtu është, kur bën analizën do të pranosh fajin, do ta gjesh fajin ke vetja ja. Pastaj ta kërkosh ke tjetër. Po fillimi ishte ke vetja. A dolën këta dhe edhe një nga gjërat që më thonin çfarë ishte, mos bëj opozitën e opozitës. Valla, unë s'po bëj opozitë. Unë po t'jap. Të thush faleminderit që po t'jap kauza. Po t'jap zgjidhje. Po t'jap alternativët. Këta nuk dëgjojnë as kritikën, as oponencët, as ata. Këta thonë, ne dhe s'ka tjetër. Ku ke pati opozitar që t'kenë tangallik, deputeti i opozitës ma tangallikun. Ç'është kjo? Pasurohen të qenë opozit. Qa është kjo? Edhe pastaj thup se humba. A dela e pjesa tjetër pastaj që thonë, hajtë më se i soja. Ta vjen edhe të mandat. Nuk është faj popullit. Unë nuk ndroj popullit, unë ndroj politikën oma. Pse është kaq e vështirë me undru kjo politikë? Unë vetëm këtë du të di. Këta njerëz, se politikë s'bëjnë, thash, ta janë para politikanë. Po pse është e vështirë me undru? Qa kanë ta që nuk ndrojen? Atëherë pas ka i marrëveshje. Këta duhet rinë, këta duhet tjenë, sepse me këta jemi në rregull. Se çtunën vje çuni Trumpit na ul avionin na merr Sazanin, na ejnë në Europafsh, mjeku Shqipëria. Kosova cop. Shqipëria cop. Qa të them? Tu pa një radikalizëm nuk bëhet gjë. Ore duhet të shkur nga mentaliteti këti dreq komunizmi ma jelë. Në lujti menë 80 vjetë po me komunizm vazhdojmë. Po me të njëjtin mentalitet, po me të njëjtin stil, po me të njëjtin frymë. S'ka, do të ndryshoj. Po nuk ndryshoj, nuk bëhet. Po si duket, duhet vi keqja deri në fund herë, kur thoshin të parët tonë, duhet e keqja do bëjt vetën, do vi deri në fund, që të ngrehet, se ndryshe nuk ngrehet. Në është ashtë edhe kjo. Zoti është i madh, do na japi dorësit. Vdiqëm. Është merr që jemi Shqipëria është kthyer në maternitet refugjatësh. E kuptoni apo si kuptoni? Shqipëria kthy maternitet refugjatësh. Shqipëria është i vetmi vend i parë në botë që fëmia sa lind me 6.000 euro borxh, e kuptoni apo si kuptoni? Po ai ngritin ai herë opozita kët. Ai ngritin ai herë në fushat. Këta palavoz deputetët. Nuk e ngritin një herë në fushat.
nuk folën një herë. Dhe pastaj dalin e thot na vodhi. Po ti s'kni dhe kauza, më ti s'dhe frym, ti nuk dhe besim të njerëz. Pse fajso atët? Fajso vetën tatëm. Dhe unë për ne them, e djatha nuk lyp votën, e djatha e merr. Po si e merr? E merr me kauz, e merr me frym, e merr me besim. Po qofse ti si ke këto, atëherë do shkosh si ordiner aty kërkoj votën. I ke bleja votën. Jepi lek. Thes dhe milli. Që Zoti Merkoçi, nuk besoj Sali Berisha do largohet nga kryetari i partisë, nuk e besoj këtë. Qofsha unë i gabuar. Unë shpresoj të jemi gabuar. Gjithmonë e them, shpresoj të jem unë i gabuar, por nuk shoh që të ketë ndonjë frym për ndryshim, për sa kohë e gjithë fryma dhe e gjithë mekanizmi i Partisë Demokratike është futur te ajo pjesë që na vodhën, na bën terrori, gjëra që dihesh.